Sapo ora ka shënuar 00, Aurela Hoxha u shfaq me një kërcim shumë sensual për ditëlindjen e saj në një video të postuar në Instagram. 28 vjeçare ka marrë urime të shumta nga miq dhe kolegët në këtë ditë të veçantë. Premtën shkurt është muaj më i mërzitshëm dhe me si pret të mbaroj. Ndoshta këngëtarja këtë ndjesi e ka nga prishja e marrëdhënies me Noisin, por ka vendosur të kushtojë disa ditë qeta vetes, duke udhëtuar drejt Prishtinës. Madje ky vend është edhe i preferuar i saj. E imagjinoni dot ngrohtësinë dhe qetësinë që po ndjej tani? Shkruan ajo. Dikush e ka acaruar Soni Malajn. Këngëtarja me anë të një statusi ka fyer një gazetare e cila si duket e ka fyer Sonin. E kjo e fundit nuk është rezervuar as pak në ofendime. O ignorant me kaçurelat e zeza dhe shpirtin e zi, që ke sa vjet që me ignorancën tënde dhe liksin që ke brenda, po vazhdon të bësh artikuj dashakeqes kundra meje, shkruan ajo ndër të tjera. Akoma nuk është bërë një javë nga dita e publikimit dhe Red Drum ka mbledhur plot 3 milion klikime në YouTube. Një sukses ky e afirmuar edhe për këtë projekt të ri të Era i Strefit, ashtu si Bonbon, por këngëtarja nuk harron të jetë mirënjohëse ndaj dhe në këtë foto ka prezantuar dhe falendëruar gjithë stafin që ndihmoi në realizimin e suksesit të radhës.